Evolucioni historik I kufive të Kosovës përbën një nga çështjet më të rëndësishme në studimet me historinë politike, territoriale dhe identitare të trevave shqiptare. Kjo konferencë synon të adresojë në mënyrë tërësore zhvillimet mbi shtrirjen gjeografike dhe transformimet administrative të hapësirës së Kosovës në një hark kohor që nis nga antika hershme dhe përfundon në realitetet shtetërore të shekullit 21. Rëndësia e dimenzionit historik të kufive të Kosovës qëndron në vetë thelbin e marrëdhënies ndërmjet territorit dhe identitetit. Në këtë kontekst, hapësira e Kosovës së sotme, Dardanisë antike, përfaqëson një truall ku ndërthyren shtresimet ilire, formimet arbërore dhe vedia shqiptare moderne. Analizat e prezantuara në kombëtesat respektive pasqyrojnë se burimet greko-romake e paraqesin këtë hapësirë si një territor të konsoliduar, të banuar nga një bashkësi e qartë etnike me organizim politik dhe kulturë materiale të qëndrueshme. Vlerësimet arkeologjike dhe lingvistike konfirmojnë strukturat paraurbane dhe konsolidimin e mbretërisë dardane në shekujt 4 dhe shekullin 1 para ESR, si dhe më pas me provincën e Dardanisë në periudhën romake, duke dëshmuar se shtrirja e saj ka përcente kufit administrativ të sotëm dhe vendos të themelit e vazhdimësisë historike të Kosovës. Kalimi nga identiteti dardan në ath arbëror nuk përfaqëson një ndërprerje, por një evolucion organik të popullsisë vendase. Burimet bizantine dhe latine e shfaqin Kosovën si një qendër të rëndësishme të arbërisë mesjetare, duke treguar se kontinuiteti etnokulturor ruhej edhe kur ndryshonin strukturat politike dhe perandorake. Dardanet janë një popull I lashtë, të cilët sipas traditës mitologjike dhe burimeve të antikitetit rrjedhin nga mbreti mitik Dardani. Latinisht Dardanius, greqisht Dardaneis, Dardanios dhe derivatet të tjera. Në mitologjinë greke, Dardani përshkruhet si biri I Zeusit dhe I Elektrës Atlantide dhe sipas Homerit është themelues mitik I Dardanisë në rajonin e Hellespontit, përkatësisht të Dardaneleve. Te Homeri, libri I dytë, faqet e tjera e tjera. Këtu e kemi Alidrizin, për cilin do të bëj fjalë këtu më poshtë. Alidrizi është një kartograf, një gjeograf, një historian, shumë I njohur që ka jetuar në oborin e Rogerit të dytë të normanëve në Palermo, Mezinë Superiore nga kodeksi bizantin. Kodeksi bizantin është shkruar në gjuhën greke. Këtu po I shohim që ruhet në Bibliotekën Apostolike të Vatikanit. Modifikimin e ka bërë një studiuese, kemi bashkëpunu një kohë gjatë, punon në Zagreb. Përsëri e kemi një modifikim të Dardanisë. Këtu është Zefmir Dita, profesori im, profesori juj, pika kryesore referente gjithë studiusve që merren me antikitetin, sidomos me Dardanin, edhe I jap disa variacione kjo studiusja, duke u nisur nga mbretëria Dardane, mandej te administrata romake me emrin Moezia Superior, edhe vazhdon në një farë mënyrë të jep edhe do kontura të hartës Kosovës së sotme. Këtu e kemi hartën e Moezisë Superiore me vendosjen e administratës romake. Mezia ndahet në dy pjesë, mezinë e epërme dhe mezinë e poshtme. Dardania është, si dihet, pjesë e mezisë epërmes ose mezisë superiore. Kombëtesa trajton çështjen e kufive dhe të shtrirjes territoriale të Dardanisë bazuar në dëshmitë e autorëve antik grek dhe romak. Qëllimi është të shqyrtohet se si këta kufi janë kuptuar, përshkruar dhe përcaktuar në varësi të zhvillimeve dhe politike dhe administrative të kohës.
Analiza mbështetet në një lexim kritik të burimeve me synimin për të nxjerrë në pa mospërputhjet dhe kufizimet burimore në përshkrimet e autorëve antik. Dëshmitë që vijnë nga autorë të ndryshëm, të cilët ndërthurin elemente mitologjike, etnografike dhe gjeografike, ofrojnë një tablo të pasur, por shpesh të paqëndrueshme dhe kontradiktore mbi kufit dhe mënyrën se si perceptohej Dardania në periudha të ndryshme historike, duke pasur parasysh njëkohësisht ndikimet politike, kulturore dhe ideologjike të kohës. Në këtë kuptim, gjurmët më të hershme të përfytyrimeve mbi Dardanin lidhen ngushtë me mitologjinë greke. Figura e Dardanit, biri Zeusit dhe Elektrës, përmendet në traditën homerike si themeluesi i qytetit të Dardanisë në Trojë dhe si pararendës i një fisit që mbante emrin e tij. Në këtë traditë të ndërthurjes së elementeve mitologjike me realitete etnografike, Solini është ndër autorët e parë latinë që i përshkruan Dardanët e Ballkanit si popull me origjinë trojane, duke i lidhur ata me traditën mitike të Dardanit.